do jap kynikun dhe do iki. Nuk duroj dot më, nuk e duroj dot unë atë tani më thot mua tu bësh ti 10 ditë se rrihesh, po pse ku jemi këtu? Ja, nesër do vi kynikun, është ndarë më bet. Jo, sot unë e kam përgatitur në shtëpi, e kam bërë gati kynikun dhe do t'ja jap asaj. Sot, po është i mbaruar ai muhabet, nuk e zgjas më, nuk kam unë nerva, po isha mirë Shqipëri gocë, merrem më me këto, mos them ndaj llaf tjetër. Jo, do pres marrët e rrogën, me qenë se është data 28, thash do pres dhe në datën 30, marrët e rrogën e pastaj do t'ja jap kynikun, se unë e kam gati në shtëpi, e kupton? Po më doli një problem dreqin. Më duhen dhe ca lekë edhe nuk e jap të rrit, do duroj shtrikën edhe ca kallë dhe ta duroj, që do bëj, ja, ky muhabet po shoqyr që shajm shqip, se në gjermanisht nuk shajm dot ne. Shtrikë dreqit.